Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. A Shqipëni o mos thuj se maro I jova More se djem tuve ha Lovo janë gja I jova dhe Në koma shuve orët a Kosojova E bon lute në bol për baia Ia dhe Ishin vite to, ma të vështira More me një mije nam, qindove dhe I jetë Kur Kosove në mloj e gërsinira Donë me shdu ka shdo bimi dhe Faleminderit More se në Prishtinova Tjevo pisma I javare O krisi to jo pibre O me duhi a O vatje gjoku o I o shqiptajarit Rane tot me bi perse ria Zemra ju knoft. Faleminderit Ridvan. Mirë se ju gjetëm në vendin këtu në krum të Hasit, po vendosim mikrofonin në Bashkinë Has, në Pallatin e Kulturës këtu, në këtë salë të bukur që nderon personalitete, dëshmor, bashkëlufttar tuaj, në vendin ku ishte burim, rezistence, qëndrese, shtëpi e UÇK-s për atë luftë e kryengritjes që bani Kosova kundër Miloševićit mizor. Faleminderit shumë për pritjen. Për parim prati, një zon që përfason traditën me losin kulturor, folklorik, të njohur shumë kudo që ka shqiptar. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. E mbajë në mikrofonin, s'ka problem. Jemi në këto kushte. Kudo në Kosovë, jeni I pranishëm. Me qenë se jemi këtu në krum, në vendin ku ka prit, e përcjell, dëshmor, bashkëlufttar. Me qenë se jemi këtu, jemi në vendin, po them, ku kam dy bashkëbisedues, ku të gjithë ju njojnë atë. Zoni ju I gjymon në oda, për së miri gjymon, ku mbon. Çfarë mund ta thuash për Parimbrati, në këtë kohë, jemi në vitin 2026, 27 vjet në liri. Si ishte periudha juaj e para lirisë e kom fjalën, lidhja juaj, përjetimi juaj me Kosovën, me çdo gjë që lidhe me shqiptar tani kufiri. Faleminderit Ridvani për ardhjen që sot ardhë edhe u shpalla qytetarën dhe një njeri shquar që I ka dhënë Kosovës edhe mbar shqiptarisë. Me thonë drejten, na lidhin shumë gjana,
shumë gjona, për gjithçka që gjaku i njëjtë e gjitha traditat me Kosovën. Kam nisë qysh në moshën 6 vjeçare folklorin duke kënduar në grupet e shkollës, por e kemi negjuar, si që keni negjuar edhe jo të Radio Prishtinën, me këngët e këngëtarëve më të mirë të Kosovës, sepse folklori është i njëjtë. Zona jonë, zona veriore, sidomos hasi me Kosovën. Edhe kemi negju këngë nga rapsodet, Hashim Shala, Tari Drenica, Barosh Doda, Agustin Uka, Isla Psheva, Hamza, Rifat Draga, Rifat Berisha, që janë ikonat që kemi pas. Të folklorit, po. Folklorit, pa tjetër. me thonë drejten, se nështë ta harroj edhe në një ka shumë, se Kosova, çdo vend i Kosovës ka folklorin. Vatër e folklorit. Po, vatër folklorit, ne kemi folklorin, po kemi folklorin pak më ndrysh zona e veriut, jemi që përshtaten me Kosovën. Por, them, një diçka që mos jo shliru Kosova, ne kemi pas dyrt hapë dhe nuk ka vend Kosovë që s'kemi marrë pjesë në gëzime, familjare, dasma, përkujtimore, se kemi bërë këngë dëshmorë shumë. Por kujtoj një rast, vitin 1999, fill, mos jo shliru Kosova, u mori varrimi 36 kufomave që ishin ushtartu që kjo dëshmorë. Në Glogjan, po. Aty ku ne kishim bën një këngë për Luan Haradinën, që është vrarë në 97-ën. Në 6 maj, po, në 6 maj 97-ën. Edhe kemi pas bën një këngë, kur kemi dalë se kishte popull shumë, më thonë drejt, në aty është masivitet i madh. Në u kanë dridhë këmbë të skenë kur kemi dalë me kënu. Për herë të parë, mas nëjnë aty është hapë, si të thush, çdo vend këndo me një vend, këndo me një vend, edhe sot vazhdojmë të marrë pjesë në gëzime familjare, në dasma. Por e kemi rujt traditën folklorike, se pat nisë me deviju pak, me u kthy, si ashtë një kohë pa qenë, s'po theme braktisër, por base ma anash ishte vëmendja, interesi njerëz, apo? Ne na thirin edhe në për banketin dasma, ka këngëtar të muzikës popullore, po t'ja fillojnë tash e këngëve folklorike tona, po avash se jemi, ne si i këllojmë to, ma ne ju, atë zhantrin e juj. E ne jemi mundu, po prap kanë dalë të kënga folklorike edhe vazhdojnë. Edhe është për me, është knasi që këndojmë për herojt, për kumbin, sepse hasi është një, kur s'ka qenë dy, kemi edhe një këngë të këndome, që edhe sot shkojmë, këndojmë në hasa në janë të lira. Ku do që jeni si në shtëpinë e juj, ku do në Kosovë që jeni, apo? E një vetën si... Qashtë. Cili është nëjë përjetim ma i veçantë që base nuk e harroni, nuk është një po thamë në tepe kështu. Nëjë në gjallë diçka që ju ka bon ndoshta edhe muni shumë mirë, po ju ka bon nëjë në gjallë muni edhe. Se ju rapsodet ka pak ju kërkesat i keni nga më ndryshme. Kërkesat nga më ndryshme, por me thonë drejtën ne me çdo njeri që ka pas dasma, ose edhe me këngëtar, rapsot, kolegë që jemi taku, veç fjalët më të mira kemi pas, na kanë respektu, i kemi respektu, edhe vazhdojmë të respektojmë, sepse ajo është afirmiteti, se nuk duhet me pa tjetrin, sepse çdo këngëtar e ka zonin e vet, sepse me pas zot njëjtë nuk ka kuptim. Naturisht. Dikush e ka një tingull, dikush e ka një kord, dikush një tjetër, kështu që gjithse kush nuk është të thonë ta dojnë për prajnë bratin, ose avni me talin, kolegun, me kënua, nuk është të thonë që të këndojnë njësoj. Dikush e dënë një zonë, dikush e tjetër, edhe i kanë ato njerëz që i thirin me atë, si të thush, du me marë për shembull filanin dasëm, e du Hamza Pshevën me Albremin edhe kaq, si të thush, se atë e kam shok, më thënë. Edhe i kam për zemër. Do doja, çka është qarkia për ju? Për mu gjaja ma shtanjë të në shkjo vegël. Ka qenë pasion qysh se fmi. Anër e kam pas, gjithmonë. Nuk e ke lëshu asë njerë? Absolutisht. Edhe me pa mundësin është si kena pas kusht të mundësit, por anëra ime ka qenë kjo. Edhe po më pysin shpesh më thonë, a ki trashgunëve, ju nuk e kam trashgunër për tjere, por vetë Zotë e ka dhënë, kështu që... Zotit ajo edhe vokalin, edhe një pyetje që i bënë edhe për prajimit kolegit,
një ndjesi, tha që tjetë Po, një ndjesi, po. Pas luftës, kam pas bashkëpunu me një koleg tjetër, ka qenë Musa Dauti, ku e përshëndes shumë, edhe kena punu me një nga Kosova, një profesor joni Rasim Beqaj i Romajs, violinist i shquar. Ajo ka qenë për mu gjanë, nuk di shumë gjanë emocionale, kur u bashkova e bëm një muzikë me një të Kosovë, se ne jemi një, nuk jemi të ndanë. Kjo ajo për mu është pikë, dikur... Po e tha për parimi, zonat janë të ndryshëm, kur janë të ndryshëm dhe kur kombinohen, pastaj del një mozaik i mirë, një... Dhe do doja për kohën e luftës, si ishte lufta, po ha luftës jemi në vendin, po them në Krum të Hasit, në shtëpinë e UÇK-s, ku ka qenë baza, ku ka qenë furnizimi, ku ka qenë çdo gjë, keni parë situata nga më ndryshme se njeriu jeton edhe me pikëllimin, edhe me gëzimin, edhe me tragjedin, edhe me të mirën. Ne kemi pas shumë që kanë ardhur aty, që kena pas të Kosovës, kena pas në familjet tona, edhe ajo ka qenë një pjesë shumë e vështirë për ne. Kur të gjithë aty me trup ishin aty, po më mendje ishin Kosovë. Edhe ka qenë shumë e vështirë. Do ishim me lënë familjet aty, e t'ikshim të shkojmë të bashkohemi luftës. Ishte një situata të shumë e vështirë. Ishim me fëmijë të vogël me gjitha me një skamë kuptove të do ishin ata sukur ishin me ikë edhe mirë bashkuve luftës shërëmtarë të Kosovës. Po, edhe në luftë nuk është ndalur muzika. Jo, s'është ndalur. Asnjëherë nuk është ndalur muzika. Kënga, tradita, folklori, nëpërmjet këngës është ushqy heroizmi, patriotizmi. Në luftë ne kemi pas këto, bile sot dhe janë edhe në Hagë, Recep Selimin, e përshëndes shumë, përgjithësisht, e inshallah uroj që gjithë ata luftetarë që janë atje sa ma shpejt lirohen të vinë, sepse kanë kontribu për çështjen kombëtare, që sot jemi ne bashkë. Kanë qenë drejtues, për Regjën të them diçka, jam edhe gjenerat dhe kam kënu me Regjën, në luftë, se viket, dilket, shkojke, edhe në patra mu taku, malsorë më thërke. Malsorë? Malsorë, qarë, ku je, hajde rrim, rishin disa, këndoj, ke kish qef, sa i ka shkru tekste, i ka ra Çefteli. Njonën prej këngëve tina, ndoshta kreshtat e Kosovës do doja ta. Po. Edhe na ka qu edhe selam prej, na ka përshëndet edhe prej Hagë, disa herë na ka qu. Kur kanë shku njerë, se kanë taku, ka thënë të falam ju banë shumë. Recep Selimi. Janë për mu biles ngelen... Konga dhe lufta kanë qenë bashkarisht. Bashkarisht. Po. Në Oda, kudo që janë mbledhur ushtarët, Muja, Muj Krasniqe Beqigëri, Beqa, si janë kanë ata kolegë tonë të njërët që sot janë dëshmorë, kanë kënu me Çeftelin dorë, kanë kënu në Krum, në Has kanë kënu, atë natë kanë marrë rrugën për me dalë, më u fut në luftë dhe janë vra. Në prit atje. Në prit kanë vra. Gjeneratë dhe ata gjeneratë e juna. Dëshmorat dhe. Dëshmorat atë. Dhe është bë shumë për atë. Dhe sot nëpërmjet këngës, i nderoni ata, kudo që juftojnë. Nuk ka, po mendoj, vend që shkoni, ku juftojnë, ku nuk i këndohet UÇK-s, ku nuk i këndohet dëshmorët. Në repertorin e tu janë gjitha këto. Ta në kanë kemi kënu shumë për dëshmorët të Kosovës. Ndërë ne vazhdojmë të kënojmë. Jemi në çdo vend, dasma. I kemi zgjeru dhe grupin që tha Avnia punë, i kemi 3 me violinë, me harmonik, edhe me def Gjakovës, i kemi që sot po bashkëpunojmë me shkojmë dasmën. I thejrim këna janë, bashkëpunojmë bashkë. Nga baza folklorit nuk largoni asnjëherë. Ja. Ato këngë, ju kujtohen ato këngë të para që i keni kënduar pasi që nuk i harroni asnjëherë. Ne kemi pas to më përpara, qysh s'm kujtohen. Se nga mosha 6 vjeç. Po, është kanë, i kemi pas Dida Qela Kovaqin, i kemi pas ata janë profesorët tonë se si thati parë në Radio Kuksin, ata kanë kënu, ne imi kanë zanë së tyne, edhe kemi shkuti një gju, kur këndojshin dilshin skenë, ne pak ma të ri. Edhe idhur i kemi pas, edhe kemi vazhdu këngë. Tyne të i kënu, këngët edhe që i një gjeshim thash në Radio Kosovën. Edhe ato e në kanë më rrorë, se pak
pak me probleme, s'na leshin me një gjuhë asë. Po, rrethonat i ngon të tilla. Bele po shkojmë një rast Po. në Istog, me Sendidën Dosim dhe Muhamidin, Kastrati, po. edhe po na pyet një plak, një 85 vjeç. E tha marr, i Sendida tha ashtu, tha, me shok tha po, pasha Zotin tha unë, për ty tha kam hongër burg, tha. E kam bohan ja 3 muj burg, tha. Kur janë konë qiet, tha se të në i kongën tonë, më kanë në edhe më kanë thirë, kojtë e në atë të në i Sendidën, Dida Qela, Kovoqën të në edhe më kanë shtinë tha në burg. Ka pas atë periudhën kur Radio Kuks në rrethonat e kohës, kur Kosova ishte në okupimin jugoslave serb. Në çdo mënyrë shqiptarët e Kosovës kanë gjetë zgjidhje për ta dëgjuar Radio Kuksin. Në çdo mënyrë, dhe kudo që kanga folklori e ka mirë mbajt, mendoni. Bash puro të thush historinë reale, sepse historia është devijuar në bazë preferenca. Historia reale thuhet me tel, këngëtarët rapsot, historinë reale e kanë kënu, edhe e kanë thënë. Keni gjesh këngë të vjetra, edhe me i pas pyet plesht, po kënohet tha kjo këngë, por Zotin që ashtu e këngë, sikur po kënohet këngë. Cilat janë 2-3 këngët që i mbani po të mend me andje që kur keni filluar karrierën, pasionin, kur Zoti ju ka dhënë këtë Po ne trio kanë rreth pushtrigit po bjen shi, po i mbledh hasi djem të ri, mos ta lëm serbin me hit, ja zon pritin për me i drin qaf qytetit. Po shkojmë pak me këtë. Luftoj hasi ala veti. Po. Janë kanë këto kanë që i kemi knu kur i kanë dëvegjël. Në klasë por e 2 e 3 e den me grupin e shkollës. Këto e procesi. Jere po pushtri ku të mare, po bjenë shije. Je po i mbledh hosja mare, djem të tije. Je mos talon mara serbino me hije. Patjazën priten vare, pero mi drije. Faleminderit. E pero mi drimarane që po qytetit. Pa luftoj hosja mare jala veti. Pak që të vargje se... Jamra, ju knof. Faleminderit shumë, Ridvan. Do doja shumë të isha me ju dhe shumë e gjatë, po kam edhe do pyetje që them. Që që një Kosovën sot 27 vjetë në liri? Urdani cili do bashkëbisedim, ta bëjmë bashkëbisedim, mos ta reduktoj tash, mos ta me thanë drejtën, ka shumë ndryshim, shumë të madh, dhe gjitha drejtimet. Por, duhet me edhe pak ma tepër me punu, mu bashku shqiptarët. Sepse kur ke puna, mu bashku më luft, edhe kontribum, kemi dhënë kontribut, jo ma për që ka shumë dëshmur, po edhe këtë shqiptarët u bashku. Duhet jemi pak ma të bashku e ma të sinqerë. Mes veti, që për me arrit pak ma tepër. Se po ka shumë përqarje të mëdha. Një problem do shta i kësaj klime të polarizuar politike si në Kosovë, në basë si edhe në Shqipëri, po kalojmë këto taksiratet e demokracisë. Aty e në gjona thella dhe politika, folklori gjatë me dekada e qindave ke ka mirë mbajt idenë e shqiptarizmës, idenë asaj shqiptarizme që o konën okupim, qovë nga peranduria Osmane, qovë nga Serb, qovë nga kushdo tjetër, shqiptarët nuk janë. Sa ka mendoni që ka kontribu folklori në mirëmbajtje, në ato që e ka ushqy
me shqiptarizmin, kryen ngritjen. Apo në Ridvan, ne kur jemi kanë në dasma në Kosovë, ka pas luftetar që kanë marrë pjesë në luftë, po edhe ka derzodi kanë pështu. Edhe na kanë thënë, kur na kanë dhënë këtu, po na keni shtin lufta me zër. Të ne gju kongën e ju, tha na kemi kap pushin, tha kur të ne gju kongën edhe na keni shtin tha luftë me zër. Prej kongëve tha, prej. Edhe kështu që këto thash ka qenë frymzim. Tradita, ajo histori e trishtë e përballjes shqiptarëve e atyre herojve që i kemi në epokat ndryshme që ju keni kënduar rapsodë të tjerë të çmuar të respektuar kudo që në Kosovë, Shqipëri, pa rreshtur ju kanë kënduar duke e mirëmbajtur dhe historinë, duke mos lënë të shuhet. Çiftelia, Çiftelia, rapsodia ka mbajtur më thonë drejtë. Sa ka vend sot folklori sa duhet në trajtimin me thonë drejtën, një gjë kam për këto mediat, sepse nuk i përkushtohen shumë folklorit. Duhet pak ma tepër. Etnosit, traditës. Po, traditës. Duhet pak ma tepër. Sidomos, nuk po flasë Kosova, thash, sepse Kosova ka folklorin edhe ka telin e Çiftelisë anë e mon Kosovës, ndërsa flasë ma tepër edhe këtnej në Shqipëri, janë gjithë televizorët që japin muzikë të huj mas shumëte. Muzikë jo traditës tonë. Pak kanë fillu. Ka disa programe që dedikohen javore mbas etnosit. Sepse këto janë edhe imponime. Kulturës, sepse traditës. Ne grupi Hasit bëhet për 50 veta. Shkojmë në festivale edhe marrim çmime të para gjithmonë. Si te kostumografia, te paraqitja skenike, te vokali, te instrumentet që i kemi nga më të nërshmet. Është edhe gjatë që kemi të moshës 7-8 vjeç, të këtërin 75 vjeç, 80, që paraqitem në skena. Biles, po na thot një herë Ferdito Nuzi, tha jo Hasi, tha mos na hajdi, tha bre, tha se s'na la çmim pa marr, tha lëshon jo radhën, tha ojtën e tij. Vend i Çiftelisë, vend i tradi folklorit. I atyre që ka kënduar të gjithë herojve. Po, ka ato karakteristikat e tani rrethona të ndryshme edhe këtu keni qenë në sundimin e diktatorit Çathem Hoxha dhe në rrethonat e kohës me raste ashtu të kontrollojnë teksti. Por për Kosovën Enver Hoxha është shiku ndryshe, nuk është pas si diktator, se ka qenë kufiri hekur. Është pas si shpresë. Ka qenë met, si thu. Met ka qenë. Dhe mbasi me raste shpesh edhe i këndohet, edhe ende shpesh. Nga i pasion i kohës që kanë pasur. Ai pasioni i kohës, po jo pasi kanë kuptuar mbasi që ka qenë diktatore kështu. Ato Çka është gjëja që ju ka bëu muni ma mirë përparim në gjithë këto vite me folklorin? Po vini i vlerësuar, i përmbushur. Kur shkon e futesh fillon të kënoa, edhe kur populli duhet roket, siç kënom sot me avnin, kangën e dëshmorëve të Hasit këtu, edhe u çun Eduard Roketin, ajo është kënaqësi. I lëkum nga vendi. Ajo të letëson, komplet letëson të hekat emocionin, si të fillosh në fillim janë emocionet e skenës. Se skena i ka të emocionet. Ende i ki emocionet e skenës? Janë emocionet gjithmonë. Edhe sot si kam 40 vite karrierë, kur del në skenë janë dridhjet. Derisa të fillojnë, po kur është spektatorin që të një gjën, Eduard Rokit, masandet i heq. Që po lëkundet. Normalisht hiqen emocionet. Që i shë se audienca është duke peritu emocion. Kam dalë, janë kanë 20.000 vetë në Glogjan, edhe kemi dalë të kënu, kemi thonë strofën e parë, Eduard Rokitet, atër jemi letu pak, nuk kanë hek emocionet. Po, kur se emocionet s'më hiqen s'kejtë. 20 vite kam karrierë, sa her dalë dërjën kam, e kam. Base ke dashni për këtë, ke pasion. E kur e ke pasionin, e ke edhe kujdesin, disiplinën, jenin e përgjithësisë para... është të vërtetë. A ka zona 3 nga Hasit të folklorit, qëfar po bëni? Keni edhe një shkollë, një angazhim këto që bëni me trit? Po, këtu Pallati Kulturës, nga ka dhonë hapësirat dhe... Sot jeni bashkë sektorin të trashëgimisë kulturore. Edhe drejtues që janë të kulturës, merremi me kursin e Çiftelisë, i kemi rreth 30.000 të vegjël, 30 nxënës moshës 6 deri në 15, që mësojmë Çiftelin, Sharkin, Fyllin, Dajrën, Defin. Po. Edhe me grupe i kemi, ata e kanë falas, se thu, nuk kanë ne obligim.
sepse ambienti Vetë këto i pallati bashkisë, kulturës, po. ambienti i bashkisë, ne jemi punojës këtu që punojmë Në bashki, po. në bashki, te trashëgimia kulturore, me folklore, me gjitha. Këtë punë Edhe bëni aktualisht. vazhdojmë, po, te trashëgimia kulturore. Basë nxjerrni talentet nga trit. Po Nga jo mos që mundohem kishit ka, dikur. me thonë drejtën. Nga jo mos që kishit edhe jo dikur. Kanë Se gjithë dëshirë. nuk mund ta kenë pasionin, apo jo gjithë. Normalisht. Zonë të mrekullueshëm, po tash nesër për pranimjen e tjerë, dëshime lodhëm se që detyrojmë se ka Dhe kënaqeni mbas edhe edhe kur nxjerrni pjesa talent brezi pasuri. tri, për shkak ky sot servit nesër kur dalën atë thonë ja Është profesor. nasi kur dalin një trashëgimtor. Është një gjë që ngelet gjithmonë. Të shihni se dikush ka trashëgu, ka çumë tutje, nuk e ka lënë të mbetet nën fjok, nëse mund ta them ashtu. Etnosi, tradita, folklori, ajo kënga që ka sjell gjëmën e shqiptarëve, edhe mallkimin, edhe rënkimin e dikurshëm nga rrethonat e ndryshme, nga tekstet ndryshme, nga tregime ndryshme që janë përcjellur në situata ndryshme. Prandaj folklori përmbledh të gjitha. Të gjitha i përmbledh. Të gjitha i përmbledh. Të gjitha është gjithçka thash edhe një herë që saktësia e historisë nga qiftelia nga rapsodia, nga rapsodi, ashtë thonë gjithmonë. Realiteti i historisë. Do të ishit kënaqur të shihni talent që e vazhdojnë. Jashtëzakonisht ne i Të kemi shihni thash. base paqë shëndet ju, rënofshi gjatë me gjithë kë ku keni dhe ndëgjofshi mirë për kudo shqiptar, kudo që është. Por do të ishit kënaqur të shihni një përparim vrati, figurativisht po them, emrat janë të ndryshëm, por të shihni këtë zë që përfaqësoni ju, këtë vokal që përfaqësoni ju sot, që mbysëndoni emocionalisht çdo odë, çdo vend, çdo mjedis, çdo restorant aty ku ju ftojnë. Do të ishit kënaqur të shihni. Jashtëzakonisht mirë dhe lutem që inshallah do të dalin jo sikur edhe Amnia, po edhe më të mirë. Ti në gjë, ajo është kënaqësi. Trashëgohet, se edhe ka është si puna kapitujve të mësimor, kapitulli i parë, i dytë, i tretë, që mos të zhduket folklori, as zoni i rapsodëve. Po mërgata, si është me mërgata, është me dhënë mas... Jashtëzakonisht. Mërgata duket se ka qenë me dhënë mas... Shumë e kemi diasporën, e kemi shumë që kanë kontribuar për hasin gjitha drejtimet, për folklore për tëna, jashtëzakonisht. Has, tropoje, gjithë kjo zonë, e nërume, që ka mirëmbajt, po thëmë edhe lidhjet e çdo gjë tjetër me Kosovën. Tani kufit janë, çka do të kishit qef? Do të kishit qef ta shihni atë kufit që është aty? Jo, për zotë. Për zotë, më ka thënë që janë shumë të mirë, punojës të aty që punojnë, dy palëve. Por, ma mirë të ishte si kur të nalë një pikë atje kur hes me shpejtësi, kalon nga 50-55, ashtë nalë. Vesh ta shihni si kufi u këngon ajo aty. Ai kufiri, policia, gjonat. Po. E ka vetët... Cili është momenti që ju ka bo me naj vend ku këni shkuf, se këngëtarët edhe ballafaqohen me pyetje, me ngasmime, me raste. Po ka më të moment interesant. Ishte momenti i ushtarëve tu çkës që keni pa pas luftës, që kanë thënë se nga ju kemi shkuar në luftë. Po pra, ka momente shumë tash. Dhe për fund do doja, meqense përmend Recep Selimin, një figurë të respektuar shumë të luftës së çkës edhe të politikës, pse jo? Sot bashkë me zotin Thaçi, Veseli, Krasniqi, Fjetër Shala, Salim Mustafa ndodhen në ngritet një vendimi. Inshallah sa më shpejt. Ju kanë çuar të fala Rexa Të fala, por unë kam pas, sepse pata par 4 vitesh, 3-4 muaj, tragjedi. E shfrytëzoj këtë rast për shpreh ngushtrime. Faleminderit. Kanë telefonu të gjithë, kanë ngushtu. Ju ka bo... Jeta është përpare me tillë e ka dhe gëzimin, po e ka edhe i drimin. Ka momente të këndshme, të pakëndshme, tepër të pakëndshme. Se haroj ato telefonata të ty. Çfarë i thanë? A i bën të ndjesh me përfundim? Jashtëzakonisht. Çfarë i thanë? A ju kujtohet në ato momente të pikëllimit tonë? Nasimi edhe Nasim Haradini ka qenë për ju dhe atje.
Po. Për e mbrojtje dhe qështë. Nuk mund të thua këtë. Atë kemi të fort, ha? Do të bëj fort. Kujtën edhe pak edhe ne të shport. Familjen jashare, që kanë dhënë jetën dhe vjen shumë ha, më shumë familje, ma kanë dhënë forcën, ma në i fort. Dhe keq nëse nuk i kisha në mendje as qëllim t'ju shkaktoj emocione, por jeta ka edhe emocionin e mirë, ka edhe emocionin që sjell atë piklim, atë situatë që ty ke pas në ato. Ne kam pas artist, ka qenë, marrëj liceun artistik, ka qenë Akademi të Artëve, në Kastret Tushën, Po. në vit dytë të Akademisë Artëve, në Vles. Në Kosovë Show e kam pas 2 herë, jemi kanë bashkë me grupin. Po jeta kështu është. Ju falenderoj shumë. Faleminderit Erdogan. Pafsha me shëndet juve, familjet e juve gjatë duke atë Më na nuk. fal. Kudo që jeni dëgjofsha mirë për juve, për kudo shqiptar që është këtu në Kosovë, në rajon, kudo që është në Mërgat. Shumë Dhe me faleminderit. disa tinguj që mund t'i përzgjedhni jo, doja I morë. pas këtij emocioni, ose për kapak nëjës, për Ljanin, për ata dëshmorë, për shkurt, për kreshtat e Kosovës ka një edhe në fund pa mbyllur me kryekomandantin legjendar Adem Jashari. Kanë marrë gjyrë të kuqe, Grushit e Dardonit janë nispe mornuse. Po ju prill për para Shqipja Kastriotit, lull bëshure qenin, ne për flokë të rotit. Mora qarkun me Turkan bash legjendari i këndojnë Adem Jasharit i këndojnë. Ta sa vjet se shepre kazin dhe qakun, ta sa vjet se shedrenicën, ta sa vjet dhe Mitrovicën, ta sa vjet. Kush barote buk me zemër, Haradinë të shpi për shpije, kanë qitë burra që kanë none men. Vish dhe loni, zëmë si mirë i botës majnë. Fjallën
dysh kur nuk e bani, rrinë karshi serbit si male. Mushi me shpirtën e dhome, sjala trupin me jamon shkit. Ka te pruni janë shqipnin none, vlah një hasin që ndroj atë dite. Zemra e knoft, për falemrati. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë për tingujt e muzikës së rëndësishme të folklorit, për tekstet që lartësojnë, për ato tekstet që lartësojnë herojt, këdo që ka vlera dhe nga ky vend, nga kjo shtëpi e dytë e Uçikës, këtu nga Kruma e Has, nga Bashkia e Has. Ju falenderoj ju. Faleminderit shumë. Gjithëve këtu për çdo gjë që keni bërë për lirinë ton, lirinë edhe tuaj, se e përjetoni si liri të përbashkët. Nga kjo shtëpi e dytë e Uçikës, faleminderit nga këtu, ju përshëndes. Faleminderit, e respekte shumë Ridvan, suksese. Faleminderit që erdhë sot me na vizitue, shumë shama gjithmonë. Me këta timujt bukur, të lartësoni dëshmorët, gjithë ata që kanë bërë çdo gjë për atë ku jemi sot. Faleminderit. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.